Kam qenë këtu edhe më parë, por kjo sallë e ka që zjartë më bind përfundimisht që Ervini kishte shumë të drejtë kur në listën e mbyllur vendosi një vajzë nga Skrapari. Dhe nga një anë më vjen keq që na zuri shiu edhe jemi detyruar të jemi këtu dhe ka akoma shumë njerëz jashtë. Nga ana tjetër më vjen mirë sepse unë besoj që ky është auguri i bereqetit për mandatin e 4. Dhe e di që ka kaluar kohë, po shpresoj dhe besoj shumë në mirëkuptimin tuaj që u desh ca durim nga ana juaj, por ama me mandatin e 4 ka ardhur dhe koha e rrugës Berat-Skrapar, e cila ne synojmë që ta bëj lidhjen që sot është e vështirë. Unë nga rruga erdha, pra nuk është forte lehtë, ta bëjmë për 30 minuta maksimumi Beratin me Skraparin dhe njëkohësisht dhe paralelisht të bëjmë dhe lidhjen e Beratit me Përmetin. Edhe kështu ju këtu me kanione dhe me gjithë këto bukuri të keni një tjetër destinacion të zhvilluar turistik të Shqipërisë, pa llogaritur faktin që pastaj e zgjidhni vetë për 2 orë në Janin apo për 2 orë në Tiranë, siç thotë Ervini. Jam i bindur që me të gjitha zhvillimet e turizmit dhe me gjithë këtë potencial që ka Skrapari, me fillimin e punës për rrugën e re, me njëherë do të shtohen vlerat e tokave, vlerat e pasurive këtu, dhe me njëherë dhe shumë nga ata që kanë ikur, por janë shumë të lidhur, se ju Skraparlit jeni shumë, fare. Ju gjen nga të 4 anët e vendit dhe të botës, nuk e di sa jeni, por ama lidhjen me këto rrënje tu e keni shumë të fortë dhe jam i bindur që shumë kush do të kthej syt për të investuar këtu.